blerja e shtëpisë me një çmim më të madh se sa të afron shitsi. Fjala vije, e gjen një shtëpi për 200.000 euro ose 300.000 euro, dhe ai thot po ta shoh se në shtëpinë 300.000. Ti i thua atina, unë t'i kisha dhënë 400.000. Jo 300, t'jep 400. Veç me ma lejue me këste për një fat kohor 10 vjeçar. Për shembull 10 vjeçar ose 5 vjeçar. Dhe ai pranon në rregull të s'ka komat. Kjo është shumë në rregull. Kjo i bie, dhe që bie kjo, ma ndryshe i bie, nëse një njeri, për shembull çifti jam, që nuk marrë vesh në tregti. Dhe e kam do material të shtëpisë, apo ma ka pëtju zoti, ma ka sill dikush, ose ku di unë, dhe du me qitë në treg me shit. Dhe tham, ky laps është 20 cent, kjo shishe është kaq, kjo kaq. Tani vjen ti e blen, thot sa që kjo? 5 euro. E pse 5 euro? Po sa? Thot për ki bën 10. Këtë të në gjëkëm ka 10, jo 5 për 10, që 10 euro. Këtu s'ka të keqe kur që, thëmë faleminderit. Unë kam mendu që balin 5 euro. Jo, 10 euro, bile 10, bile hele ma shumë se 10. Mune është me shit, por, nëse s'ka dërë të 10 është mirë. Pra, thët në tjepi 10 euro, men 5. Ma dy fishaj, në regullë, të s'ka komat. Edhe këtu tek shtëpia, shtëpinë e manaj 300.000, të jafran edhe 100.000 ma shumë, qoftë 200.000, nëse ty të kanë venan, me kusht me të ashtyje afatën e pagesës, me këste pjesë për një kohë të caktuar që të kanë venan ty. Tani këtha se përzi banken. Këtu banken bën me përzi milone përmjet bankës. Me pas mbuloj. Për shembull kontën tane, ja qëtë atina çdo muj, ose çdo vit ja qëtë ka, nëse është 400.000 për 10 vjet, i bie mja qit një, sa i bjen? Mja qit, sa për i bjen tash jo, për i bjen gati 340.000 euro mja qitë në vetë. Ja qëtë, të zonë 50.000 euro në vetë, në kontën tina. Ti ki drejt mja qitë aty. Edhe shë ki drejt me shënu, për shkak shtëpisë, blerës e shtëpisë nga filani. S'ka komat këto. Banka, ty të kalin përmjet bankës, kontës tënë dalin kontën e filani tjetrit. Edhe për të është më mirë, para shtetit sepse ka shit në përmjet bankës, edhe për ty është mbuloj, sepse pagesën e ke bën në përmjet bankës, thëse nesa shtetit thët ku e morë të kishpi që e bleve. Kësta ka falë. Ku e morrëti, e paguva, ku i paguve? Në përmjet ku ne i paguve, 100 të lashet e nxjerë shteti. A nëpse parët e ki legjitim me halal. Andaj e bën e përmjet bankës, sepse sistemi është bëj tilësët. Të fillu peki neve këtu në Kosovë, deri në fund dënjas atje. Pagesat i bën e përmjet bankës, ke quhet pagesën e përmjet bankës, pe kontestanën kontën e tina. Dhe qëpimin e marrë vesh me këta s'ke punë në bankë me qëpim ti. Ajo është tjetër u shkon të banka e blin e përmjet bankës, se banka bën marrëveshjen e banka ose ta kredite aty në mësele tjera, të s'pahin ato kur gjë, s'ki punë. Ti vetëm transferin ja bën atin e përmjet bankës, si përshkan me post. Nëse atë qenë me post, shka ndodh, ta nalë posta ta nalë 1 euro, 2 euro, 3 euro. Në përmjet bankës, po ashtu të nalë banka një shumë, në rregull është. Dhe je paqët.